Të veçilit e zonës Alliasit në Tiranë do të luajnë dhe argëtohojnë në këndin e ri të lojrave. Bashkia e Kryeqytetit nisi investimin për ndërtimin e tij dhe kryebashkiaku Velia i akuzoi administratën e mëparshme se vendoste vetëm tabela projektesh, por nuk përfundonte investime. Këndi i madh i Lodrave ishte projekti më i anatemuar sepse ishte projekti më i suksesshëm. Kjo do të thotë që atë sukses kemi nevojë ta replikojmë dhe mbaj mend që gjatë debatit për këndin e Lodrave argumenti nuk kemi pse të zgjedhim o te liçeni o në lagje. Ne do të bëjmë edhe ato te liçeni dhe ato nëpër lagje. Ndaj dhe vjen mirë që sot fillojmë këndin e Lodrave numër 6 këtu në Allias te Katrori. Mbaj mend kam qenë këtu eksaktësisht pak më shumë se një vit në fushat ku tabela për punime pafund që nuk mbaronin kurrë dhe nuk zhvilloheshin kurrë me vite të tëra. Thirrja është për të gjithë banorët e zonës për të mirëmbajtur investimet e kryera, që të mos vandalizohen hapësira të tilla për fëmijët. Të kujdesemi që asnjë prej investimeve mos vandalizohet, mos të prishet. Por njësinë administrative 4, sipas bashkisë, do të ketë një sër projektesh dhe investimesh, por të lehtësuar lëvizjen dhe përmirësuar jetesën e 60.000 banorëve të këtyre zonave. Në total janë 12 projekte sheshe rekreative dhe kënde lojrash për fëmijë që do të zhvillohen në gjithë qytetin. Në këndin e Lodrave që nisin Allias, projekti parashikon një fushë kalçeto për mirësimin e ndriçimit, gjelbërimit dhe shtimin e lodrave.